parë krishterë, është ngritur në Europë, është ngritur në laç-latjo, siç thuaj. Po, kjo është vazhdimi i do të bëjmë tem tjetër neve. Unë nuk kam thënë kur që Krishti është i lirë, po kam thënë që plisi që vendosin mbi kokën e Krishtit gjitha pikturat e botës, plisi është i lirë, kam thënë. Pastaj kuptojeni vetë, pse Maria me emër Marie, pse Pali, pse Gjoni, pse Gjini, kuptojeni vetë, pse Zefi u bë Gjozefi, jadi i Krishtit me fustanell, me plisë në kokë, kuptojeni vetë, pse Krishti quhesh Emanuel, e mban ylli, sepse me yll lindi. Pastaj u quhet Joshua, që Joshte, pastaj u quhet Mesia, që rinden mes, si e di Rama që rinden mes edhe i thret ata. Fakta ai mes ule gjithmonë. Mirë, bravo, tash shpjegojeni vetë ju. Edhe kemi mbretërinë Filistin Kingdom. Cila është lidhja që ju Po bën pra, e bera, ta gjithë gjëra, tashi. Po, me Laçin. Po pra, tani, bata në sekund. Edhe tashi, këta Benediktët dhe Dominikanët, që ishin pasusit dhe përhapsit e krishtërimit, këta erdhën në Shqipëri, erdhën Durrës. Erdhën Durrës, pastaj Pali erdhi në 58, edhe para krishtërimin nga Izraeli deri në Iliri, nuk thot deri në Athinë, deri në Salonikë, deri në Iliri thot. Pra, fliste Pali me një gjuhë që kuptohesh nga vendasit. Po kjo është një vjesht është në për libra, po është edhe në fantastike që Pali, kur erdhi bëri këtë lloj ungjillizimin, fliste me një gjuhë që kuptohesh nga vendasit. Dhe erdhi jo një herë, 3-4 herë. Kur kemi thënë që Pali ka shkuar deri s'ka parë, asnjëri s'beson, iku edhe kjo. Dhe këta Dominikan, ose Benedikt, këta të thënësit e mirë, Benedikteve, këta formuan kishën e parë. Ata erdhën në vitin 10, 30 vjet u desh, thot profesor Nikola, Gjon Leshi, dhe në vitin 40 formuan kishën e parë. Ndërkohë që unë di shumë mirë një të lënë tjetër, që në vitin 70 ishe kisha tjetër në Durrës, kjo është në Kurbin, në 70 ishe kisha tjetër. Po vazhdojnë dhe ke shendin e parë, Asi, ke martirin e parë, që është martir, që është vrarë nga Ilirët martiri, që luftohesh për krishtërimin, luftohesh me flamur i lirë, me plisë në kokë. Gjitha pikturat të avokatët në Romë, gjitha pikturat të flasin për studio, flasin pikrisht të gjë, që këta që luftonin, me shqipojnë, me plisë, me fustanell, i lirë të adi, kundër kujtë, kundër atyre që ti di që janë këta, Romakët thjesht barbarë. Bile Romakët kanë pa diveti shumë të jo njerëzore, që nuk luftonin drejt për drejt me luftarët i lirë, batonin në shekun e 6-9, pandin 6-9 pas Krishtit, por luftonin me poplin. Edhe adi quajtin, këta që ishin bura i lirë, që luftonin trup me Romakët, këta që ishin barbarë, në kohë Romakët luftonte me poplin, me synimin, që t'ju prishte marrëdhëniet e furnizimit këtyre ushtarëve Dardan apo i lirë. Pra, në vitin 20 formohet kjo, në vitin 70 e fillojmë, e thash shendin e parë, martirin e parë, papën e parë, Eleuteridi, Ilirdi. Kur thotë i malli Alban Kraja, më gjeni një papa greke, papa romake, papa Albani në Gjermani, papa Albani në Anglit. Papa Albani, quhet ai në Angli, që ka themeluar besimin e krishterë. Po më gjeni papa greke, me që nga këta shumë ortodokse, shumë fanatike, shumë besimtarë, po janë papa Albani më gjitha. Pastaj vim ke ai që përktheu Vulgatën, Biblën, Gjoni, Eronimi, Gojaarti, Igu dhe Gjoni. Pastaj vjen ai që bëri Nikit Dardani, bëri kompozicionin e parë, Rasi. Pastaj vjen Papa San Caio, që thiri dy niprit, Leo dhe Marinin, që formuan dy shtete, San Marino dhe San Leo, për të prapur krishtërimin dhe thjesht legionarët romakë e shkatruan, po që janë sot. San Marino, San Leo, dy i lirë nga Shkodra ishin këta, San Marino, San Leo. Pastaj atje vjen pastaj pa fund të tjera gjëra që kanë një frymëzim, që ka një gjindje njerëzore, pikërisht nga kjo racë e bekuar, që për 500 vjet doni pikërisht kjo është zbulimi jonë, jo zbulimi jonë, detyra jonë, misioni ynë, vazhdo, grinda jonë, për të thënë atë që i takon këtij popullit, që nuk jemi mbrapa, ndoshta baras edhe më larg se të tjerë, por le të themi jemi baras. Po kur mësova një gjë që më erdhi dieti,